ka njeri të ketë pësue gjën më të vogël, ta quajmë sabotim është pak, se të përmbysësh 6.000 familje, t'ju fusish ujnë dhe t'i lësh ato me ditë të tëra, është një krim i shëmtuar i shumë llojit. Po kush a dha njëri llogari për këtë që ndodhi? Askush. Kush i vodhi paret e kanaleve? 42 milion për pastrimin? Kush e spostoi hidrovorin në kundërshtim me të gjitha kondicionet e hidrovorëve? Nga aty ku ishte e ngritin lartësi 1,20 metra me lartë? Kush i vodhi pompat e hidrovorit Tamallës dhe motorat? Kush? Që të gjitha pronësi shtetërore të mbrojtura të vjedha nga vetë shteti. Pra, ku jemi ne? Ne kemi arrit në një stat, në një moment të pa imagjinueshëm. Këta që qeverisin sot shqiptarët, ju garantoj se këta janë apo sillen si pushtuesit më të egër që shqiptarët ka njohur ndonjëherë. Mund të ishte një pushtues këtu, po të përmbyteshin 6.000 familje, do bënte plan në emergjencës dhe tek secili do bënte një ndihmë. Asnjë. As emergjencë nuk e shpalli, sepse ligji i emergjencës është i domosdoshëm që qeveria të marrë fonde dhe t'ja u jap të dëmtuarve. Pa ligjin e emergjencës qeveria nuk vepron dot. Por kushtetuta ka përcaktuar rregullin. Qeveria shpall, a nuk ishte ligj, a nuk ishte fatkeqësi natyrore për mbytyja 6.000 familjeve këtu? Zona juaj, zonat përreth, i gjithë Durrësi, si kur ndonjëherë. Po këta sillen si pushtues. Këta kanë krijuar një grup, një klasë të degeneruarish, njerëz si Shushunja që vjedhin nga mjezit darkë dhe që nuk pyesin për qytetarët më. A keni pa njeriu të vendoset para ligjit për pompat e vjedhura, për motorët e vjedhur, për kanalet e zëra, për ndërtimet mbi kanalin? Asnjëri. Shkoj me tutje. Ra tërmeti këtu. Pamje shumë të rënda. Si sot kujtoj një vilë të bukur, 3 katësh. Pronarët e saj ishin në Greqi. Kishin punuar në Greqi. Kishin marrë projektin dhe ndërtuar këtu. Vila u shem sikur t'ishte vilë Tallashi. Dhe ai thoshte, unë thoshte, kam po me atë beton, do më thënë, ishte hedhur beton dhe të gjitha një lloj si ndërtimeve që bëjnë Greqi. Po problemi është se betoni i gjushit është beton Tallashi, beton i mafjes. Unë shem vila sikur t'ishte prej kartoni. Dhe e qartë fare që betoni s'ishte beton. A ndëgjuat ju që si përmarrë si betonit të përgjigjet? Asnjë. Po pse?
se është i mafjes shtetërore. Është i mafjes shtetërore. I keni pa vetë rrugët, me që jemi po të betonit rrim pak këtu. Si kur në njëherë, e pa imaginueshme, të gjitha rrugët e ndërtuara gjatë këtyre viteve, pa përjashtim ushemen si me qenë karton. Keni dëgjuar ju njeri të vihet para ligjit? Askush, po e di pse? Sepse ata të cilët kanë ndërtuar ato rrugë kanë nda paret me qeveritarët. Dhe me që jam këtu, do të tregoj një gjë të vogël. Në vitin 2004, Koço Kokdhima, që unë e sulmoja se i ndërton të rrugë me faqe zezë në Tiranë, më vjen një ditë, thot, Sali, thot, e ke drejt ti, thot, po të tregoj unë ty, thot. Qa po më tregoni, them Koço? Kur këta marrin mua 20-30% gjobë, unë së nërtojnë do të rrugë, thot. Unë pastaj bëj si ku nërtoj, thot. Eksakte, që a i kishtë rrugicat Tiranës, nuk ishin rrugë këto, kurse këtyre, këta u marrin 50%. Ndaj dhe të gjitha rrugë, një nga një. U shemben dhe asë kush s'ka përgjegjësi. Jo, na i shembi natyra. Dha lejen për të kryer shtratin e Shkumbinit dhe për të hedhë në lumë rrugën e cila është të paktën 70-80 vjeçare. Ja kryen lumit. Edhe rruga dhe e kurudha të gjitha u shemben. është shem dhe tuneli, e fshen tunelin. E fshembur. Ka kush përgjegjësi? Asnjë përgjegjësi. Pse po e them këtë? Ja ka shumë rëndësi. Për të kuptuar ju se çfarë është krijuar, çfarë armiku kemi ne përballë. Sa të rrezikshëm, sa të pamëshirë, sa të ligë. Një lloj përzgjedhje, mafje shtetërore e zyrtarëve me mafios të tjerë, të cilët rëndojnë mbi shpatullat, mbi shpirtin, mbi trupin tonë, të cilat largojnë çdo ditë nga Shqipëria shqiptarët, të cilët varfrojnë çdo ditë shqiptarët, të cilët sillen absolutisht si pushtuesit më të këqij që mund të ketë njohur Shqipëria. Po, edhe pushtuesit, se e marrim, edhe ata kanë atë pushtetin e tyre, e bazonin disa ligje, kishte disa konventa ndërkombëtare, kanë disa rregulla që i bazonin. Sigurisht shfrytëzonin pasuritë. Kurse këta shfrytëzojnë të gjithë pasuritë, të gjithë buxhetin, shfrytëzojnë pasuritë publike, dhe të marrin portin. Të dashur miq, porti i Durrësit është pasuria më e madhe publike e shqiptarëve. Porti është pasuri publike më e madhe se Kaskada e Drinit, e cila dhe ajo është një pasuri shumë e madhe publike, po porti më shumë. Porti i Durrësit në vlerën e tij, me të gjithë operacionet, me të gjithë ndikimin që kanë të gjitha, është pasuria numër 1 publike. I vuri syrin e Ciklopit, edhe do ndërtoj aty Dubajin e 1000 dhe për veten e tij.